Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski gjatë një vizite në qytetin e Gostivarit ka theksuar rëndësinë e investimeve kapitale që po realizohen në këtë komunë, duke theksuar se vetëm gjatë 2 viteve të fundit mbështetja totale për Gostivarin nga ana e qeverisë ka arritur në mbi 540 milion denar ose mbi 9 milion euro. Ovo prvi od povik koji što se realiziraše minatata godina, skupnata podrška je 160 milioni denari. Vetëm në fazën e parë të mbështetjes për qeverisjen lokale janë realizuar projekte në vlerë prej 160 milion denarësh, përfshirë edhe punimet në rrugën Marau-Grinova, ku jemi aktualisht në mbikëqyrje. Ndërsa në fazën e dytë, e cila përfundoi para zgjedhjeve lokale, janë përfshirë 39 rrugë me një mbështetje prej 380 milion denarësh. Pas zgjedhjeve lokale do të fillojë realizimi një programi të posaçëm për Gostivarin, ku projektet e gatshme do të fillojnë menjëherë me realizim, nëse edhe komuna do të jetë e përgatitur teknikisht dhe administrativisht. Në kohën e kësaj, qeveria është dhënë drita jeshile edhe për projektin e autostradës Tetov-Gostivar dhe Gostivar-Bukojçan, të cilat paraqesin ndër projektet më të vështira inxhinierike që ndërtohen aktualisht në vend. Tashmë janë hapur 17 kilometra nga gjithsej 32 në segmentin Gostivar-Bukojçan, ndërsa në mars të vitit të ardhshëm do të nisë ndërtimi edhe nga segmenti tjetër dhe për herë të parë ndërtimi një autostrade do të bëhet nga të dy anët njëkohësisht për t'u lidhur në mes. Ka përfunduar edhe thirrja publike në bashkëpunim me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për segmentin Bukojçan-Kërçov dhe pritet që në mars të vitit të ardhshëm të fillojë puna edhe në këtë pjesë. Me përfundimin e këtyre projekteve dhe lidhjen e plotë të korridorit 8, Gostivari do kthehet në qendër strategjike rrugore, e lidhur nga njëra anë me Shkupin dhe nga ana tjetër me Kërçovën, Ohrin dhe më tej me kufirin shqiptar në Qaftan, tha ndër të tjera Nikolovski. Si projekt tjetër madhor, ministri njoftoi miratimin e një granti nga Bashkimi Evropian për hartimin e studimit të fizibilitetit, studimit mjedisor dhe dokumentacionit teknik, për ndërtimin dhe modernizimin e linjës hekurudhore që lidh Shkupin me Kërçovën përmes Tetovës dhe Gostivarit. Ai bëri të ditur se pritet që të gjithë dokumentacionet të përfundojnë brenda 18 muajve, ndërsa në vitin 2027 do zgjidhet kompania që do të ndërtojë linjën. Projekti parashikon trenat të qarkullojnë me shpejtësi deri më 120 km/h, duke e bërë të mundur që nga qendra e Gostivarit në qendër të Shkupit të udhtohet për rreth 40 minuta, ndërsa nga Tetova për vetëm 20 minuta. Nikolovski tha se kjo do të ndryshojë ndjeshëm cilësinë e jetës në rajon, duke nxitur më shumë të rinj të qëndrojnë në qytetet e tyre, të ndërtojnë biznese dhe të jetojnë në një ambient më urban dhe më të lidhur me qendrat kryesore të zhvillimit.